Nuk janë breçan të shibojnë mu tu të rrezikshëm, që sa të mirë janë? Që ka emrin? Bora, 700 euro shumë një del muji. 200 euro deri në 500 euro. Varet pe rasës, varet që ki trajtu. Punëtore, që e beson punën? Ja, as 0%. Unë jam pjesëtar i luftrave. Hajde beke, hajde beke. Opa, mashallah. Përshëndetje miqtë mi nga Ona Adeja. Sot ndodhëm në fshatin Slivov ku mardh me taku fermerin Lulzimi Bishi, i cili kujdeset për mbi 100 dele. E për më shumë detaje, hajdeni me neve. Përshëndetje. Si jeni, si po kaloni? Apo lodheni? Po nga pak lodhën, dita gjatë. Prej orës 6 mëngjes deri në 8 mbrëmje dita gjatë është. Do me thonë prej 6-ve zgjohesh deri mbrëmje mbet me këta. Jo me këta, po kemi edhe punë të tjera, po do me thonë në 6 e filloj punën, në mëngjes, rreth orës 8 e kry. O, sa e mirë! Rreth orës 8 e kry punën, me zitë kom punë tjera, do me thonë që duhet disa punë tjera. Nuk janë breçan të shibojnë mu tu të rrezikshëm, që sa të mirë janë? Që ka emrin? Bora. Bora, mu po mdëna, përshe. Nashta që kom edhe vetë, që më ka e pëdurën, përshe. Ka kuptu që je sinqert. E, po, lutë në që ta shpon shën, veç me lu me mu. Rejati orë se për të zhjë. A, hajtë. Ju mirëni me dele, apo? Kërësisht, ta shkone në fundit që 4 vite mire me kultivimin e deleve dhe i kom një 30 sopa dhe i të kuqe. Kuqe pak të larmë, por kërësisht janë dhe i kuqe rase autoktone, dhe më thonë rase tash qutë, është e mërtu si dhe ja hasi, dhe më thonë është dhe i të hasi. Dele që janë, shumë i të janë dele arude, ose në popull një fët si dele hashangë. Që sa ku mirë është me këtë punë? Po tash, kone e fundi që një 5 vite me thonë. Pse nise pikrish me këtë punë? Pse zgjodhe? Për me qenë fermer? Po të thomë drejtë, unë natyrën e du shumë, jam i lidhë pas natyrët, unë këtë pronën këtu ku e kom është lumi është afer, mali është afer, kullota ka, rruga është pranë rrugës, edhe ajo cila më ka shty këtu me ardhë, do më zhurma qytetit edhe temat e kota në shumë qytet, sëri drojsh edhe ku me ndosë me marrë me bektori, kërësisht me dere dhe me dhi, edhe e kultivoj detarën i lirë. Dhe me thonë e ke po vetën që nuk je për sheher, që shtojnë këta, me zhurëm qytetit. Po ka natyra ma shumë. Shef, ti për shemull, unë aty ku jetoj, jonë aj grumbulli me turinave, aty është zdo natë bjen aj kamioneta e mera të betorina, ka erna pakënsh me betorina, këtu është paraj, këtu është. Po, këtu gjenet. A shkone vizitojna pak delet për ofër? Se kom qafë kështë me ditë që amona, kina i singjirë që unë gjesën rruza, jo a? Kanë dhe të rruza. Emra, dikush edhe emra po ju lajka? Po. Na e kanë? Që i kthejnë tash. E fika i kamerë, nuk i kthej. Sa është e vështirë me mbaj dele dhe mu kujdes për to? Po delet i kanë disa regula, për shembull, të se duhet mja trajtu komt, për shembull, duhet me qetën, kur është koha i shtimit, është pak ma komplikume, se ka qenjat të cilët nuk kanë fuqin e duhet me ushqy me dele tjera, ose mja mjell del, që umshtin e mi dhonë me sutë, ose kur fëmijëve. Po çdo punë është e vështirë, po çdo punë nëse se punon me dëshirë nuk është e vështirë. E soja shohojrin si punë? Po mendoj se një rrogë kështu mesatare, del. Sa po del? Kështu me sasin të cilët i komune, mujmi me llogaritën, mujmi me llogaritën dikon, ndoshta rreth 700 euro shumë një del muji. Deri 1000 euro të me thonë për kap ka muje? Mund është me dalë. Mund është me dalë, maksimume. Po? Se këtu ka, për shumë ki rase që ki edhe humbje, për shumë do një dele ngorë, do njënja e më që një para kohës, ajë që ke mirë. Që dyna pas ka veç? Po. Sa po i bënja një dele? Që shë më ndonë? Sa po kushton një dele? Dele tash mesatarisht kushtojnë 200 euro, deri në 500 euro, varet pe rasës, varet që ki trajtu, sa është e shëndeshme, sa është e kultivu me mirë, në thonë, kështë mesatarisht aty është shlimi 200,
deri në 500. Tash varet këtë pej. Cila rocë shkon më shtrejt? Unë mendoj që këtë rrafshin e Kosovës është dela ruda ose hashanga të cilën e quajmë ne, ose si një si dela hashang ose dela rude. Domethënë mas këtu kjo ka qenë më të mirë. Kurse ka pjesa 5 shkon syka dhe bardhoka, ata çatrasi këtu e kultivojnë. Shumë mirë, gjatë cilës kohë ka shitje më shumë? Shitje ko, po thuj se gati gjatë ta vitit, po zakonisht kështu pranvera, koha kurbaneve, tash koha gurbeqarve, kam pesta të ndryshme njerëz edhe. Mos me konë gurbeqort. Po tash po dojmë një ndalu votën aty ne. Votën? Po. Jo pes janë ndalojnë, kërkosh. Jo, po dojnë. Ja, se pa ta s'kem sa pa ta, heq. Lisht, po dojnë. Qysh me dojnë nëne, ja s'ku dalim heq. Kollaj. Hajde, bor, hajde, qik, hajde, hop, hajde, qik e një, hajde. So përkroni ju fermerat, so jeni të kënaqur ju fermerat? Po shef, punëtori gjithë është i pakënaqur. Po. Gjithë për ma tepër. Po me marrë me krahasu me kohët e mëhershme kur fermerët dhe blegtorët i ka dhënë shteti, tash shteti jep fermerëve. Domethënë është në kështu pozitivitet është. Tash për shembull është çmimi rreth 30 euro është për dela për dhi. Nuk është çmimi i vogël, po më bë 50 është më mirë. Se jep njerëzve kështu më them më tepër edhe dashur njerëz rritin e numrin e baktive, vendosin më me këtë punë. Kjo punë është e mirë, po është punë e përditshme. Po. Këtu nuk ka festë, nuk ka Pushim. ditë pushimi, nuk ka vikend, nuk ka kështu pushimi mjekësor, s'ka këtu. Kur ke pushuti s'fundi herë? Kur? Korra? Më thëmë kur, po shumë S'ke pas pushim ta mën? do një rast veçan, do një farë darke, do një farë dasnë, kështu angazhoj do një shoka më kështu që nuk edhe e mira e punës së blegtorisë është se njeri nuk s'mundet kur prej gripën apo prej këtyre smundjeve, nuk ka shans. Se edhe është gjithçka bio ashtu edhe. Po aktiviteti ty nuk lem me u smu, ari i pastër, ujë i mirë, ecja në natyrë. Kjo rast për shembull është rast e shteve arabe, e Pakistanit, këta bëhen me peshë më të rëndë, e si vetë i marrë për mi testu. Kurse ato që të përvranë është dhja hasit, të dhja autoktonë. Po, qaj ka shumë e mire e bardh. Cilën e kitë Marokot? Marokot, a? Po, edhe sa e mon ato të Marokot, se do pëthujnë dojnë 5.000 euro dhe se japëm. Po, dikush e 50.000, thot, po, do më shmimi real është. Cilën e kitë edhe sa e mon të Marokot? Qaj është delja Marokot, i cila i ka 2 qenjët e vetë, që një jo këtu, një është kjo, a tjetër është e vjema ajo. Qaj e Marokot, sa i bën ajo? Po tash momentalisht shkojnë 400-500 euro shkojnë. Se çmimi real, tash unë muj unë për shembull plysh tek sa i shes rreth 400-500 euro. Ama plyshi e blen vetëm ai i cili e jep edhe maraklia. Kurse delët E soja beson punën, a ki punëtorët, soja beson punën? Ja, as 0%. Pse? Po, qështë me thonë? Si dora jotë badjava? Po të krunë dora jote, nuk krunë dora huj. Edhe, unë jam pjesar i luftrave, luft nuk mund është ti me mbështet të forca dikuja, po të, do mund, në qoftë se nuk je i gatshëm në kështu në vetë vete, është vështirë. Punëtori, kjo për shembull puna baktive, shumë është vështirë me lënë dorë punëtori se kjo nuk është makinë. Kjo do, për shembull 24 orë kujdesi. Tash makinë e fik, pushon dikur e ka dheza, ama këtu nuk, për shembull, është uji shumë i rëndësishëm, mendoj për dele, kullota, edhe ushqimi mëngjesit. Do të thonë që të natazi me një sasi të krypës. Ajo është e cila e mban. Po. Mirë po, si punë hajren ja shet, do të thonë ja blen me u marrë me ta.
po nuk ka punë që nuk ja vlen. Tash puna ma e pa punë është me ndejt të ditën kot. Me ndejt në për lokale, në për kafeteri, në për njët kota. Edhe asgjë sfiton, e dëmton trunin, e dëmton shëndetin edhe e hup respektin familje. Kjo për shumë është. Hajde beke, hajde beke, hajde beke. Hajde beke. Kjo zoti çfarë lore ka dhonë. Kjera. Sa e mirë. Kjera ta, sikur ka proj. Hajde. Që kësej. Qa që naj. Opa, mashallah. Nderum, falenderoj shumë që gjete ku me ndo me neve. Falenderoj për juve që Knaci dhe për mu që ka. keni ardhur edhe